Gara në Dubai edhe isha I sigurt që do të marrë vendin e parë. Atje në Dubai ka pas 1800 karoqe dhe ne jemi shpallë fituese sepse I kena bërë krejt të tjera për 3 minuta. Suksesi I këtyre është me thënë një punë e vazhdueshme që kemi bërë hap pas hapi. Këto nuk është hera e parë që kanë marrë çmimet e tilla, por me prezencë fizike ishin tash që arritën që në limitin para 3 minutave të përfundojnë 48 detyra. Ishte një sukses shumë I madh që jemi shumë krenar që arritëm në festat e nëntorit ta realizojmë edhe një sukses të tillë.